deli abazën, për para shqiptarve, nuk e qeli gojën e vetë. E hoqim të jetë në vunën e ty, si vetët për fatin e ty. Po e ti nga thokat e gjallëve, në fajt të poprit të vetë, që goditur për te. Nga një dëshnim i A. Giovanni Faustin, një hollësin jashtë mallëngjyse në asil nuk kujdes diçka prej mundimeve të Krishtit. Duke kaluar nga burgu për në gjykat, atë Faustin në shanin, e poshtëronin dhe e pështynin. Një gjë e tillë u përsërit për shumë vite radhëse, aq ditë sa zgjati dhe procesi. Një ditë, ndërsa po dilnin këtë rrugë, një gruha u shkëput nga turma. Syti kishte të skuqur nga gjaku dhe flokët e pakrehura. Pa pritmas, ajo u doli përpara atyre dhe me një zë të qerur për intimërinë i pyeti: "Ju mballi?" Dhe me gojën e saj të prisi përshtyu në fytyrën e atë Fausti. Por atë Fausti ishte shpirtman, ju përgjigj duke e përshëndetur me kohë dhe duke ndjekur shembullin mësuesi punor në prap. Falo atë, se nuk di se çfarë po bën. Për një jetë me të thjeshtë, për një mentalitet me ungjërsor, për një botë me të pastër. Të lutem, o Zot, na bëj të kuptoj që vetëm duke bashkëndar dhimbjen e mundimeve të tua, mund të shtojmë të gëzitur në ne qiellin e gjatë të Zotit. Jeton në mbretëron, në shekuj e shekuj.